humbje nuk kanë qenë target i ushtrisë Iranit në këtë rast. Thjesht copëzat e droneve ose e predhave në këtë rast kanë marrë jetën e disa njerëzve këtu në Kuvajt. E kuptoj, unë teksa të bëra pyetjen, sigurisht, prej armëpushimit i cili tashmë është vendosur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Iranit, pritet që 2 javë pretendohet të jenë qeta, nëse armëpushimi sigurisht arrin të mbahet korrekt nga të dyja palët dhe të vazhdojë situatën, ndoshta me takimin e sotshëm mund të kemi edhe një armëpushim më të zgjatur. Dua të kuptoj pak edhe situatën. Raporton që negociatat vazhdojnë akoma dhe është kryer një shkëmbim draftesh të para korniz mes palëve në hotelin Serena. Pra duket që po ecën në një fazë pak më konstruktive. Kështu që takimi vazhdon ende. Ndërkohë, dua të të pyes pak edhe për shqiptarët të cilët jetojnë atje, a ka patur masa shtesë nga ana e qeverisë së Kuvajtit që përtej, nuk e di, ndoshta të zbatoni disa rregulla të caktuara përgjatë ditës në mënyrë që të jeni të sigurt prej sulmeve të Iranit dhe keni patur ndonjë kontakt edhe me ambasadën e Kuvajt e Shqipërisë? Po, shiko, gjatë gjithë periudhës së luftës, po theme ne, shteti i Kuvajtit ka menaxhuar në mënyrë më të mirë të duhur, po themi, situatën. Nuk është se ka patur, domethënë, limitime të ekstreme. Njerëzit, unë për vete punoj në një spital privat, jam fizioterapist, unë vazhdoj dhe të shkoj në punë për çdo ditë. Nuk është disa, domethënë, administrata e rafinerive të naftës normalisht ka pas limitime në gjatë të punës, rreth 30% administratës, po pjesa tjetër ka punuar nga shtëpia. Gjithashtu shkollat janë hapur, shkollat janë të hapura? Shkollat janë online, vijojnë të jenë online, janë të mbyllar, normalisht që ditën e parë të luftës dhe vijojnë të jenë të mbyllar, ashtu siç dhe aeroporti vijon të jetë i mbyllur për çështje sigurie. Për sa i përket komunitetit shqiptar në Kuvajt, ne jemi një komunitet shumë i vogël, dhe duke qenë i vogël, siç dhe Kuvajti është vetë një shtet shumë i vogël, ne pothuajse e njohim njëri tjetrin. Më shumë jemi në shqiptar këtu janë në fushën e pedagogjisë dhe pastaj në fushën e mjekësisë. Për sa i përket situatës aktuale dhe situatës që ishim në luftë, si më thonë, ne kemi pasur mbështetjen e plotë të ambasadës dhe ambasada ka ofruar për shqiptarët të cilët kanë dashur të largohen nga Kuvajti me familjet e tyre, ka ofruar një shërbim transporti dhe ndjekje të gjithë shqiptarëve deri në momentin kur kanë arritur në Shqipëri nëpërmjet kufive toksor të Arabisë Saudite. Qartë, prandaj doja të pyesja pak edhe për çështjen e sigurisë apo se cilat rrugë kalimi janë përdorur, duke qenë se më thej që në hyrje që aeroporti vazhdon të jetë mbyllur, se me çështjen e aeroportit Dubai ka patur, është hapur në ditët në vazhdim pasi pati një mbyllje të tillë. Po, më thuaj. Rruga toksore nuk është mbyllur asnjë ditë, po them. Kush ka dashur që të largohet dhe e ka parë të arsyeshme që të largohet, është larguar. Dhe ne kemi disa familje që janë larguar nga Kuvajti. Normalisht ata janë larguar përkohësisht, po shqiptare, sepse flas për shqiptarët normalisht, sepse me shpresën që nëse situata rikthehet në normalitet, ata normalisht do kthehen. Por edhe ne që kemi mbetur këtu, nuk është se ka qenë një zgjedhje jonë, sepse në marrëdhëniet me punën normalisht nëpër spitale nuk është e lehtë që të ikësh në çdo lloj kohe, por që jemi edhe ne në gjendje, po themi ne alarm, në momentin që situata eskalon më tej, normalisht edhe ne do ndjekim rrugën për të larguar nëpërmjet rrugës toksore dhe mendimin e ambasadës, e cila ka qenë gjithmonë e gatshme. Një suport për ju. Besoj edhe syt e banorëve, qoftë edhe ju vetë që jeni shqiptarë që jeton në Kuvajt, janë në vëmendje të këtij takimi, besoj, se si do të vazhdojë çështja e armëpushimit, duke qenë se ka vetëm pak ditë që the që nuk kam sulme ndaj Kuvajtit, që kur nisi armëpushimi. Shpresojmë që të arrihet një marrëveshje, sepse edhe ne do jemi më të qetë dhe të shohim si do shkojë situata, sepse bisedimet janë sot dhe nesër dhe arrihet në një konkluzion. Edhe ne pastaj në bazë të marrëveshjes që do arrihet do marrim masa, sepse edhe ne jemi me familje këtu dhe do e mendojmë seriozisht a do të ktheheni në Shqipëri. Si do operojmë.
Uroj që situata sigurisht të jetë më i qetë në ditët në vijim, edhe besoj që teksa edhe the që raporti juaj me ambasadën ka qenë shumë korrekte, që në rast se situata përshkallëzohet të keni mundësinë që të siguroheni për të kthyer bashkë me familjet tuaja. Të falenderoj shumë dhe uroj që t'jeni mirë gjithë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe një herë.